PDK-n ma ka marrë për moja. Aq ma ka rrok për moja për ta naunve, për snaltit poshtë, anash, majnë djatë. Punt janë shumë keq. Veç ka marrë të porzën, nuk ka kush që nalë. Po pritet më dalë në 4 grupe, Mitrovic, Skenderaj, Drenas, Suarejk. Tash qysh ka me shku e sapi tanën shijet, po në që se marrin kryetarin edhe e qesin si kukull që ato prap tap, edhe me thonë hajtë se po bona diçka. Unë për veti nuk besoj që mundet me pas sukses Bedri Hamza, se ka hup një 5-6 herë në zgjedhje. Edhe shka është ma keqe që le që ka hup, po ai nuk mundet me nal edhe ramjen e PDK-s, se ka nis të porzës, s'ka kush që, a ke pa ka njerë ku në kam kur të rthuresh, s'ka kush që veç ku t'nalesh me nefastami. Edhe këta ka nis me marrë të porzën, është këgja problem më nalë. Tash, me thonë drejtën, i vetme njeri që mundet me nalë këtë farë ramjet PDK-s, mundet me kon Ramizi, se e dini krejt që Ramizi është ma originali për krejtve në PDK. Ajo është vetvetja, ajo është i njëjti, si në televizor, si në shtëpi, si ka dush që ajo është qaj, nuk ndryshon. Këta tjertë, Bedria ose Enver Hoxha, cili do që ta marrin, unë e besoj që kanë me hup një 70.000 vota së cili, prej tyne. Nuk kanë, s'kan karizëm, nuk janë për lider. Mundet me kon një minister në shtaj mirë, mundet me kon, s'pëdi, profesor i mirë, po me kon lideri një partije, Bedria nuk i ka, si ka ato vetit, nuk është njeri që i ban përshtypje dikuna kur del në televizor, është shumë i urt, jo i urt, se ka dhe gjint urt, po kur flet, e ka një farë se di, nuk ta mush menen. Enveri që ashtu Enveri full ma mirë kështu në televizor në esene, po Enveri ka do të kalume, që aja kanë gjitë e se kanë gjitu në tybe nuk e di, po aja kalume atina ka me njek të njetën që ka thonë me fitu që këja unë shkojnë Beograd, edhe aja që e fjallën që së është e vërtet, asë është e vërtet nuk e di, se kum njën e personalisht, po që ajo penalizon shumë Enver Hoxhën. Edhe as njani nuk janë kandidatura që mund me majtë pakten me nalë ramjen. I vetme që mundet me nalë ramjen është Ramizi, se Ramizi mundet me bashku edhe grupe tjera. Përveç Skenderajt. Po Skenderaj bashkohet kur e shet që s'ka ka me e majt, ata Skenderajt pajtohen edhe me Ramizin, se shohin që Ramizi të ke fundit veç veti ka 20.000 vota, nuk janë pak me pas 20.000 vota personale. As Bedria nuk i ka 20.000 vota, as Samia nuk i ka 20.000 vota në Skenderaj, pas Enver Hoxha nuk i ka 20.000 vota në Suarejk. I vetëmi njeri që i ka 20.000 vota e ma shumë, personale ka Ramizi. Tash, qaj është që unë e besoj që mundet me kon njeri që mundet me majt paka shumë këta PDK-n që mos me shku me rati poshtë. Se qysh mi ka rrok për moja, janë pak si kanë hime një odhë kryq që nuk janë të ditë ka me majt e ka me shku e shka me po. A me shku në djata, në shmajt, a për pjet, a për mas. Po ma shumë se që janë të hecë për mas, nuk përsho kur gjanë ato në PDK, dishka që të banë për shtypje, ose një njeri normal që nalet edhe menan, thu këta mi bon konkurencë Albin Kurtit, nuk përsho por. Unë krejt e din që unë nuk jam me PDK-n, unë jam me Albinin, po kandidat që po dojnë me qitë si kukull, nuk i ka aftësit ajmo përball me Albinin.
Mere këta të LDK-s, folë shka dush për ta, po. Shoje, stërshoje, ban shka dush. Qash janë parancishëm që edhe videon me bon për LDK nuk ta këqyrë kërkush. Qash janë parancishëm këta të LDK-s që edhe një video me bon as 300 vet nuk ta këqyrën. Se ka njëherë gjinja thojnë jo, po nuk është video në mujnë me ta këqyrë edhe 100.000. Jo, nuk është, a e ndodhë njëherë në vjetë. Mo kur i banë 4-5 video dhe shet që nuk reagojnë një parti politike, dije që ajo parti është në ramje të lirë, të poshtë të shku. Këta të PDK-s apet, kur folë për PDK-n, këta të pak të në reagojnë një pjesë. Edhe shifët që kanë militant, kanë simpatizus, kanë dishka. Amo këta të LDK-s, këta vetëm në sen që kanë që ato struktura se kanë shkepnë në krejtë Kosovën, 50.000 shefa i kanë ata. 50.000 të martum, po bojnë 100.000, edhe kanë 1.000 me pas, 150.000 vota i mërë, qështu i morën ata votat. Po, kur folë për LDK-n, qaqë parancishëm janë, që as like kërkush nuk ta banë. Kur folë për PDK-n, këta like nuk bojnë, po të paktën vinë bilit shajnë, thëjmë se për na i kesh partijen. Ta pet janë pak ma interesant është me folë për ta, se bile reagojnë. Këta të LDK-s, ndash që të video në sabah, ndash në aksham, ndash sabah, kur dush ata flajtjen. Ata si që në gjumë dimno, si arushat. Ata qohen vesë në 4 vjeç atër, kur vinë zjedhet, dolin bërtosin, na kanë bro këta, na kanë sakatu këta, na kanë rej këta. Edhe si të kryen zjedhet, ata flajnë, të një ma për 4 vjetë nuk ishe kosh. Për Albinin s'kem shka me folë, të në kajtë bota. Shka ki me folë për Albinin? Shka me thonë për Albinin? Njeri që ka tanat mirat. Tanat mirat. King, e sopi. E shisha në Angli atje, banë e men, mrejti Anglijës shkoj këja po thkëdore në Albinit. Qka me thonë tjetër, po? Qka ki me thonë keq për Albinin? Pej natit mundësh me thonë shka dush, ama me faktis mundësh. E për këta, PDK-s, edhe këta si kanë punë mirë heq. Veç inshallah kalon që kjo stuhia, që kjo shivi madh, se për me kanë punë keq. Inshallah marrin vetin, bili rrinë stabil që ato ka 18-20%, se që shpëshijet puna, në 4 parti këta, kanë me shku në 60.000 vota. Kjo është i sigurt. Po, nëse. Po, mirë së është për Albinin, se me pas opozitën qasë dëpt, shka me bo me ta, burë. Atër ma mirë heq mos me egzistu opozita, se me pas opozit me 50.000, me 60.000 vota. Ja. Nëse për e përshëndes, e kalon një vikend të bukur.